Bukë e zezë apo bukë e bardhë, ja cila është më e mira? Buka është një ushqim i domosdoshëm që përdoret në të gjithë botën. Këto lloje të bukës mund të jenë gjithashtu buka e zezë, buka e bardhë, të cilat janë më të konsumuara. Eksperti i ushqyerjes Pramer foli edhe për dallimin mes bukës së zezë dhe bukës së bardhë. Nëse nuk ka ndonjë ndryshim të madh në kalori, ka një ndryshim të madh në lëndët ushqyese. Buka e zezë padyshim është më e pasur me lëndë ushqyese se buka e bardhë. Buka e zezë bëhet nga pjesët e kokrave të grurit, grundet, embrionet, prandaj kur ka një ngjyrë të errët, buka e bardhë bëhet nga heqja e këtyre mineraleve, të cilat I japin edhe ngjyrën e saj karakteristike. Buka e zezë bëhet nga mjedhi I grurit të plotë që nuk është përpunuar dhe hequr tuli dhe embrioni. Është më ushqyese dhe përmban më shumë fibra dhe lëndë ushqyese se sa buka e bardhë. Nëse doni të humbisni kilograme të tepërt, buka e zezë mund të cilësohet si zgjedhja më e mirë ushqyese për ju.